Sa vjeçë je? Una? 58 vjeçë. Shumë shumë të munduar. Po jam e smur, se këta unë nuk e mbaj për qef. Jam e smur me diabet, me zemër, nuk ti numëroj dot për këtë momentin, jam e smur. Tani ke edhe këtë hall. Edhe ky ra akoma mirë ky më shëroj me mua, ky hall i shtëpisë, ky më shëroj tani. Ço të them, erdha sot në kom veti, kam 1 muaj atje, mos përndi, jo për ushqim, se shumë, për vjetin ishte skandal. Se nuk jam rritur, unë në dyshek me kashtë jam rritur, po sot për sot me zi të rrugova shpinë, 66 vjeçaj, unë nuk kam punuar, jo se s'kam punuar, po jam e smur, 66 vjeç, i ka akoma rripat këtu, se punonte për rrishtat e tjerëve. Me çfarë ta ndërtoj u shpini me? Ta ndërtoj me shkop? Se bëj dot? 190.000 lekë merë. Ta bukat, blej ilaça. Atë mirë tha, ka dhenë makaronerisë. Unë s'kam këta zirë. Ku ta zirë makaronet? S'kam lukun, s'kam të nxerë, asgjë s'kam. Po s'kam unë, që ta zirë? Më ka dhenë ushqime, se nuk ja bëjmë dot. Ku ta zirë? S'kam shtëpi. Jam dhe emën, shu se e kam nej keqa. Se shkopi ky nuk mbajt për qef. Sot ku do flesh? Sot, qikojmë. Ka një motër këtu, do vete atje, të kunata. Qartë dhe? Atje do vete. Po të tjetëri, jo se se mirë kunata, po nuk jetohet. E mirë është, do rri 1 natë, 2 dhe 3. Po prapës, jo së mbet mirë mua, po nuk jetohet të tjetëri. Motër e ka, të mirë e kam, po. Si shpjes eshtë. Unë atje nuk shtrijem dot. Më vjen zona burri kunatës. Ndërsa shpitim, më vjen zorë. Burri kunatë është, jo se ishi keq. Po fëmijët, qa po përjetojnë fëmijët? Fëmijët përjetojnë keq, çunin e kam par letra. Në Greqi, kam marrë dhe familjen, nuk vjen dot. Gocën e kam në Bratil, qa përjetojnë ajta, a tha këshu fëmija, shëqyqyu gjetëm ju mami dhe babi. Pra në jetës tonë, kaq tha fëmija, që do në thoj, nuk më vjen dot çuni, se kam par letra. Kaq.